Përshëndetje për gjithë shikuesit e televizionit Dugagjini. Bashkë po takohemi në epizodin e radhës së Kosova tjetër. Sot kemi ardhur në fshatin Sibovc i Epërm, fshat kë në komunën e qytetit të Podujevës. Epërm na njoft për nga afër me këtë fshat, këtu po na pret një zotëri banori i këtij vendi. Faleminderit shumë, i nderuar që na pritët fillimisht. A na prezantohesh një herë për Yusuf Zeneli, fshatit Sibovc i Epër, pensioner. Rëndaj në fshatin Sibovc, Sibovc i ka 300 shtëpi. Apo më tregon pak zoti Yusuf për jetesën në këtë fshat që është. Po të kallëzoj, këtu s'ka gjonë djetë, bujësia s'punohet sa duhet, aja është gjëna, s'punohet kush se punon, po jepen ka pak qështu përgjist, komuna për jep ka pak ndima, me që ato arnojnë, në punë leksh së kur kush heq, shkon në Prishtinë, te di që është 300 euro me i marrë në mujtë, as 300 si merë, që ato 10 vjetë të shpia i hargjan, jo autobus, jo, s'ka autobus, taksi, edhe autobusat janë bo qashtu. Sigur qeveria, gjonë dhe jetë s'ka. Më falë që i përmena qeverin, po na kena menu për qeveri që buhet diçka, po më do këtë kur gjë heq. Po doket që është një fshat me këgja një territor të madh. Është fshati, është tuk pjellore, qka të mëllë që buhet, po unë s'ka, po unë s'ponohet. Dikush tash janë shku në për jashna, këta i kanë shpijat me qelës. Ka shpija ndërtume? Ka ndërtu, shpija i pari vllovi jam në këtu. Sa herët vjen, 10.000 euro, 12.000 euro i shtelë në shpe, për kur gjë heq, s'ka. Ma mirë me konë dikosh me shku në Prishtinë me marrë në i banorë, me arë që të, a me jaru në shpinë edhe asir, po s'pa dojnë kërkush, me ju përzi, kur që qaj është. Apo më tregon pak se qyshe kujton këtë fshatin të kalumën, ndështa prej fëminis tonë, a ka qenë ma i gjallrumë në kuptimin e banorëve, punës? Na kena pas gjo, kena mojtë, ka gja shumë. Lektoria u konë e zhvillume? U konë e zhvillume, s'ka pas shpi që si ka pas 3 lëp, 2 lëp, ka pas dhenë, ka pas krejt, këto janë hi krejt, ta është veç e pre, kush ta bjen një 3 djath, ja ta shkën e merë, zotë e di ku o punue, qa o punue, shkën e merë të Serbisë, e merë të Vojvodinës, e merë të Slovenisë, tomlin, pej Slovenije, më na pru tomën neve këto, që ato ke kemë. Po pse po mendon që po ndodh kjo dukuri? Pse s'ka kush me i prije, s'ka kush punon. Se më ne këtë qitë, pasha zotin punon. Unë e pata me përmen dhe fjallë, po s'po du me përmen kur gjë, se s'është me përmen, se dikune i ka dhind zemra, e kështë s'po hi heq, se kum pas shok të një fare, ku me bo laf, me mu më kanë thonë që jo pe mërni, po me mojtë se mani, se s'ka kush jam manë. Edhe aja pa delë. Nashta e një të e po, nashta se një të e po, veç, aja pa delë, aja punë. A më tregon pak se ndështa për çka është njoft ky fshat më shumë te? Koftash, koft ma herët, a ka një karakteristikë, një meç? Ky fshat o konë, tash për shembull e arti për Prishtinë. Po. E arti, mërse e arti të na, ka dhe më buk, ka asish, të sët edhe me i fëllë, dikujnë nuk të fletë. Qatë që jenë hubë gjinja, krejt, totalisht, nuk ka, aja mirë se ardhja nuk është mo, edhe nuk është interesant, se unë këmë të li fashës një këmë. Po, s'ka mo, shkojnë për dhe jo, konë shok të misi, sa të Ka ndru as kem shok qatë, as kem gjonë dhjetë heq, kush nuk në bënë hesop, sa konë ishë për para kryetari, në ka thirë. Një dërë, një silë në e ka dhonë, minatorëve, tash kush. Ju keni qenë minator? Minator. Kalumën, a më tregon pak bratë ko? Shka qenë për... Aja ku o konë e mirë se ke pas punën, po që që konë, që hamë ke punu në shpi, edhe ke punu atëse, ne në maqin me metër, sa e shkue, që të pagujke. E rëga o konë e mirë, shumë o konë e mirë, Allah për të ka zë drejten, kur im konë në rrim tretë, kena qitë 130 vagona, rrutë. O konë një biolog, si tash e dini që o biologë. A zema, kështë e rëtha që të vagona, tash pesha.
Tha që ky vagoni për mas, tha ju pagun ju e 120 qini, që do, një vagan. Një vagon për i gjithatë. Tash, flotacia në Kishnic që është, ato e kanë vjedh shqiptarët, se ka vjedh shkau. Unë e di, shqiptare e ka vjedh për hekra, edhe u prish krejt, s'ka gjomë djetë s'punën. Flotacia në grevë, si u jep rrugë kërkush, s'ka me qka me punua njëre. Feshat s'kije me vesh, dërza s'kije. Ku me punuaj? S'ka ku punon. Po këtë ndalimi prap të kjo fshat, sa është, së di ban ushën kjo vend? A është si që i braktisë? Po i vëlloj, tash unë me shkollë, se shkolla i ka pas dikon 450 zansi. Së di ka 120 zansi, 30 s'ka ma shumë. Është një numër këgja i madh i Ramjes të të Ato veç bënet e hesop tash. Këgja një Ku janë të mija. Pasha zëtë, kur është e djele që të festat, se tash festat krejt në na, po i votojmë festat. Qatë të fest, me një herë, heq më të shkëm punë. Është e djele i bjen fest, e lem për tonën. Ato në Gjermani, se unë e më konë 8 vjetë në Gjermani, refugjatë. Edhe keni vendosë prapë më u këthy? E kom vendosë, po kom ka bua. Po apet fëmija e kanë mësu gjuhën, e kanë asish, një djale kom koeficient punon me gjithë re, miri ka senet, atë rogaj kur në Gjermani nuk mërët me asish, në 1200 euro ti nuk mërësh me gjithë banes. Janë dhe tani me hongër e me pi ku janë, po me Kosovë s'ka, po Kosovën e bratës. Po besojmë që do të bëhet edhe ma mirë. Allah, tash veç me konë naj huj me ne marë krejtë se për të shtëd, ja. Po vrejtë se jeni prej qytetarëve cilë jeni dëshprum dështa prej rezultateve deri më tani që kanë ndodhë. Qëre, tash, unë e kom dhonë jetën me njerë. Unë se metë më rëkur gjejtë qëtu, po vjenë gjëna pe i vërëve që i kanë mjëllë qëtu, kush nuk vjenë me i vaditë. Vete ku marrë shlofin e i ku vadit e i ku masish. Është pasqyre e katulit është. Jenë vërët nga atë krejt, po se dujnë. Që kanë këtu që jenë ra dëshmërë, kush vjenë me vizitu. Është vend cili ka pas edhe dëshmorë gjatë luftës, kushtohet, ka qenë pjesë e prekun. A qysh ja. Edhe. Po e harrum në ato. Shumë e këna harrua. Këna harrua. Diska tepër. Unë të falenderoj shumë për kohën. Nuk ka problem, inshallah bëhet mirë. Jam në ato që bëhet mirë, vazhë vallahi, me inshallah s'po shkojke. Po besojmë. Se vitet po shkojnë. Ta është qëra, ti e merë një rrugë, aja rrugës është. Pak është. Po e thëmija, ku është? Unë e shë, qëka të preksh bërë shtrejtë? A shasë zotin, unë kur shkoj në raft, të këqyri i senet, buën është i beli. I marë 220 euro rrugë. Qa me bo me të? Po shqyr zotin që ka djali, i merë djali. Nuk më varet për meje, se unë veç barna pa shasë zotin së më dalin. Po? Unë falenderoj shumë e juve shëndet. Faleminderit edhe juve, faleminderit se një dalë. Shumë faleminderit. Të dashur shikues, kaq kishim për sot nga Kosova Tjetër. Ne bashkë takohemi në episodin e radhës në një vend krejt tjetër. Deri atëherë, tëngë.